Camilla si ka ra atensioni. Mos e provone. Sa e frikshme. Diqe, maru. Diqe, nga vjetik. Si po ndo rrota. Ty. Besoj se e keni kuptu që sa po kemi nis vlogmaset. Është viti im i dytë që unë bëj vlogmas. Është periudha më e bukur e të gjithë vitit, periudha më e bukur edhe e kanalit, besoj. Janë videot që ju i prisni më shumë se të gjitha videot e tjera dhe madje para gjysmore, që tani është ora diku 7:30, nga ora 7 postova një story në Instagram që po tregoja se nesër nis zyrtarisht vlogmas dhe kam marrë, domethënë diku te 10 mesazhe mi kapi syri që më kishit çu, po mund të ketë edhe tjera se telefoni nuk po pushon dhe më aq sa pash të gjithë po më thonit se mezi po e prisnit këtë ditën dhe e di që sa shumë i doni vlogmas sepse edhe unë si tani, si para se të tapja vlogun, edhe unë mezi i prisja dhe e di që do kënaqemi shumë këtë periudhë, thjesht shpresoj me shpirt sepse nuk du t'ju premtoj, do me thënë që do bëj për ditë, unë do mundohem shumë, po që dhe vjetë kështu thash do bëj për ditë, po një 2-3 ditë bona mëngesa, i bashkova bashkë në një vlog. Kështu që edhe në rast se bëj këtë gjë, ju lutem të më kuptoni dhe të ma boni halal, se dhe mund të ndodhi. Unë mundohem shumë mos ndodhi, po nuk i dihet. Unë këtë vit kam vendosur të bëj një ndryshim, domethënë një gjë të vogël ndryshe nga viti tjetër, nga vlogmasit e vjetshëm, sepse vjet kam pas marrë një rrezik i çiksi të madh për veten time, sepse filmoja gjithë ditën dhe editoja dhe postoja po atë ditë në darkë. Për shembull, që t'ju marr një shembull thjesht. Për shembull, kam filmu me datë 1 dhjetor, gjithë ditën deri mas dite deri në darkë, dhe postoja vlogmasi numër 1, që të përkonte fiks ajo dita e filmimit, po me ditën që po postoj. Sepse doja t'isha sa më në kohë reale me ju. Por që kuptova që e para ajo është jashtë mase lodhse. Kush bën vlog ose vlogmas më saktë e kupton që është lodhse. E para dhe e dyta, i prisha pak punë vete sepse postoja në një orar që binte goxha algoritmi i YouTube-it. Domethënë do kisha marrë më shumë shikime dhe më shumë komente nga ju, po të postoja në orarin, për shembull, që është më i përshtatshëm për të postuar, se sa kur postoja unë në 9 ose në 10 të darkës. Përveç lodhjes, siç u thashë, dhe vjet kam qenë më mirë se që jam këtë vit, kështu që këtë vit do përdor metodën që përdorin pak a shumë të gjithë gocat e tjera që bëjnë vlog dhe që bëjnë vlogmas. Që për shembull, filmojnë një ditë para dhe postojnë ditën tjetër, për shembull, siç është data sot 30 nëntor, dhe do postohet me 1 dhjetor dhe do quhet vlogmas numër 1. Ky është me thënë rregulli dhe kështu duhet jetë më mirë në fakt se sa ajo që bëja vjet, metoda që zgjella vjet, që ishte raskapice dhe më prishi pak punë, siç ju thash. Dhe madje edhe vjet, po ja mendoja, po thoja kam bë gabim dhe kismet vitin tjetër do ta ndryshoj, do përdor metodën që përdorin gjithë. Dhe kështu. Unë tani nuk di çfarë t'ju them tjetër, shpresoj shumë që vlogmasit t'ju pëlqejnë dhe unë t'ju sjell ato që ju doni dhe ju lutem, ju kërkoj shumë që të më çoni komente, mesazhe, si këtu, si në Instagram, si doni ju, të më thoni çfarë keni qef që unë të bëj gjatë këtyre ditëve. A do jenë 25 ditë, a do jenë 30 ditë, unë nuk e di, por që ke deri ke 25-a
do mundohem me shpirt që të bëj, dhe më thoni çfarë doni ju gjatë këtyre ditëve që unë të filmoj. Për shembull, nëse keni ndonjë vend, ndonjë udhtim që ju mendoni që duhet ta bëj, duke marrë parasysh dhe gjendjen që jam, më sugjeroni ndonjë udhtim, ndonjë vend që unë ta vizitoj, ta filmoj dhe të sjell eksperiencat e ju, ndonjë recetë që doni të gatuj, ndonjë gjë që mendoni ju që duhet ta blej, ndonjë histori që duhet të them, ose nëse keni ndonjë pyetje, më shkruani se edhe ju më ndihmoni shumë, më jepni ide se çfarë të bëj, edhe unë ju kënaq ju me gjonat që ju doni. Dhe siç e ka tradita, në fund të çdo vlogmasi do hapim dhe nga një kuti dhuratë vogël nga advent kalendari, që unë këtë vit kam advent kalendarin një nga 5 më të kërkumit në gjithë botën, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, dhe do t'i hapim avash të gjitha bashkë deri në ditën që do mbyllet. Kjo ka 24 kutia të vogla dhuratash, kështu që i bën që për 24 ditë do hapim nga një dhuratë. Kisha edhe një diçka tjetër për t'ju thënë. Ky vlogmasi i sotshëm, po ta keni vënë re, ishte më shumë filmim sesa që të flas me ju, sepse duke qenë se në rastisi e diel dhe unë di dielën më shumë jam rrugëve, më shumë duke dalë ose duke bë gjona si për vete, si për rodin, si për ndonjë xhiro, ndonjë kështu, dhe nuk kam pas shumë mundësi t'ju flas. Unë kisha menduar në fakt t'ju flisja në mëngjes dhe tek dreka, ku hongëm drekën, po në mëngjes u bë një kaos, sepse çuni unë nuk filmova, po çuni nxorri gjithë lodrat e veta të mundshme, i nxorri nëpër shtëpi, boni domethënë një lëmsh nëpër shtëpi. Unë kam, domethënë siç e pat bëra mëngjesin, petullat, fillova pastaj duke u lyp, më hëngri shumë kohë dhe ajo edhe ai make-upi, dhe nuk pata mundësi që t'ju flisja, dhe siç ju thash, mendova t'ju flisja dhe në restorant, po nuk e di se çfarë kapi Odin, sepse Odi është në fakt fëmijë që sa po han drekën ose ushqimin, do patjetër që të ketë lodra dhe të lozi. S'ka faj se është fëmijë, dhe ai restoranti që ne zgjodhëm, në fakt gjithë restorantet në Berat ashtu ishin, që nuk është se kishin lodra për fëmijë, po ai që ne zgjodhëm s'kishte fare, sepse ishte në majt Kodrës, ishte shumë i bukur, ushqimi shumë i mirë, kemi qenë edhe një herë tjetër në fakt. Po lodra nuk ishte, dhe nuk ishte fare ambient që Odi pak të vraponte, të loste, të argjonte atë energjinë e vet, dhe filloi duke u sjell pak keq. Marr pika, s'mund t'i them keq, sepse po bote si edhe thjesht normale të një fëmije, donte të loste, donte të vraponte, të qeshte, po gjemonte një mace që ishte aty, po e pash që njerëzit po u bezdisnin pak. Kishim një familje ngjit që më duk sikur po u bezdisnin pak, dhe i fola 2-3 herë, ai nuk po u qetësonte, derisa u detyruam të jepnim telefonin. Po unë telefonin nuk ja jap, domethënë nuk sheh video në YouTube ose që të lozi me lojra në asnjë mënyrë. Ai s'ka loz kurrë me lojra në telefon, nuk e dim që ekzistojnë lojrat. Thjesht don që të jap të pikturoj. E çoj tek ajo si tip aplikacioni që pikturon, shkruan, pikturon, bon, edhe ty ta lesh gjysmë ore, një orë, ai kënaqet duke pikturu. Dhe u detyrova që telefonin tim ja lash Odit, se këtu duhet dilja. Ja lash Odit dhe nuk fola dot me ju, po gjithsesi dihet që darkave do mblidhemi gjithmonë këtu. Do flasim për ditën dhe do hapim dhe advent kalendarin. Tani, me që do e lejmë që përgjithësi të flasim çka ka ndodhur gjatë ditës, unë doja t'ju thoja sot çfarë ndodhi sot, si ja kalum, dhe ju e keni kuptuar që ne ishim Berat. U kënaqëm shumë. Mu më kishin thënë që Berati bëhet bukur për periudhën e festave, e Christmas, dhe me vërtet që u bonte shumë bukur. Nuk më merrte meja që u bonte aq bukur dhe ishim aq të organizuar, dhe na pëlqeu shumë. Madje u super sugjeroj që të shkoni një nga këto fundjavat e dhjetorit,
sepse kishin dhe një Christmas market të vogël aty, kishin lokale të bukura, pema ishte goxha e bukur, lodra për fëmijë, shëtitore, e dini që është goxha shëtitore, ushqimi atje është i mirë, pamja është e bukur, kështu që ja u sugjeroj, po vetëm siguroni që t'jetë kohë e mirë, mos shkoni me shi. Ne pam kohën, prandaj shkum, sepse me shi nuk shijon asgjë. Dhe bëm shumë mirë që shkum Berat, dhe bona shumë mirë që besova ato që më sugjerun, dhe tani më besoni edhe ju më dhe shkoni dhe më komentoni nëse do shkoni. Tani të hapim advent kalendarin e. Kjo është gjithë kjo kutiu me zore maj. Me zore maj, sinqerisht është shumë e madhe. Dhe kuptohet që në dorë, që këtu pa u hap fare, kuptohet që kjo ka gjona me aromë fantastike këtu mren, sepse vjen hera nga kutia. Që kjo ka super paketim dhe prap vjen herë. Shumë e mirë. Ta hapim tani. O zot, sa e bukur. Këtë advent kalendarin ka pas më trajim me par vjet. Po kështu versioni me shtëpi, po versioni atit viti. Ndërsa ky është i riu fare. Është i ri fringo. Ja, shikoni pak se si është. Nuk e di domethënë, nuk e di. Të vjen keq ta hapër, sinqerisht. Pisa më duket se hapen dhe këto kështu Shishi. Hapen dhe këto. Që të marri pamje tamam. Kështu si shtëpia. O zot, sa i bukur. Tani unë pa ul pak këtu, po i bëj ca foto, sepse i kam premtu dhe Instagramit që do jem aktive dhe në Instagram. Kështu që t'i bëj një foto advent kalendarit dhe qa do më qëllet adventi dhe do vi pra te ju. Me që e kam telefonin në dorë, këtë pjesën e hapjes të kutisë së parë, do ta bëj kështu. Është një qiri. Sa i bukur, sa i vogël. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Normale që advent kalendari i ritualit do u hapte me një qiri, sepse rituali mbahet në gjithë botën për cilësinë, bukurinë dhe kualitetin që kanë për sa i përket qirive, dhe ne sapo e bëm sefte me një super qiri të vogël. Mu vjen shumë inat që ju nuk arrini dot të ngjoni aromat, të ndjeni aromat që do ketë ky advent kalendar, po më besojnë vetëm ato që do ta kenë. Nuk e di se si mundet një qiri të ketë këtë lloj arome. Smooth Violet, Private Collection, Ritual. Nuk e di. Dhe këto janë bestsellerat e këtij viti, domethënë shitjet më të mira që ka bë dhe pëlqimet më të mëdha që ka pas rituali nga klientët, dhe i ka zgjedhë, i ka fut në një kuti të vetme. Tani, unë nuk arrit dot t'ja u shpjegoj se çfarë arome është kjo. Sinqerisht, më vjen shumë inat për këtë gjë, që ju se kuptoni dot. Të vjen të hash. Nuk më shpjegon se nga vjen kjo aroma. Po provojë njërë se mos e merr njërë. Se mos ju vjen dhe ju nga këtu. Nuk e di, luta mend që ta lik tuk e koka e krevatit tim, që ta ngjoj gjithë natën. Sepse kjo nuk ka nevojë që të ndizet që ta ngjohet aroma. Ngjohet edhe, për shembull, sikur ti je 2 metri ose 1 metër larg. Nuk e di, është fantastike. Unë e di që do kënaqem shumë me këtë advent kalendar, sepse pak a shumë e di, domethënë kush nuk e din se ç'a është rituali, po pak a shumë e di se ç'a teme kanë produktet që janë këtu brenda, se ju thash që par vjet e ka pas më trajime. Okej, unë tani po ikim, sepse siç e shihni jam goxha e lodhur, po du t'ju jap dhe një lajm
para se ta mbyllim, sepse normale vlogmasi i parë do ketë një gjë më të veçantë se tjerët. Nesër, kismet Zotit, me shumë mundësi, tek vlogmasi dhe njëkohësisht dhe në Instagram, unë do tregoj se qa është bebi që kam tek barku. Unë kam një javë që e di se qa është, po kam mendu që ta tregoja tek vlogmasi dhe njëkohësisht pastaj në Instagram. Nuk e di se si e kam majt, po me thënë të drejtën, njerëzve të mi të ngushtë, ja kam thënë se e shpreja shumë, do më thënë, se qa e kisha, u kuptonte se qa e kisha bebin. Kështu që nesër me shumë mundësi do e merrni vesh edhe ju, sepse e kam pa se sa kurioz jeni për këtë gjë, kështu që nuk kam qatë më sekret, do thuhet nesër kismet. Ika pra, natën e mirë, inshallah e vazhdojmë mirë këtë vlogmas. Hapin e parë kemi po shumë mirë, vlogmasi i parë doli shumë bukur dhe shpresoj që kështu të vazhdoj. Ika, natën e mirë ju puç fort, shifemi tek vlogmasi numër 2.